Policia e Fierit ka kryer kontrolle intensive në të gjithë territorin e qarkut, në kuadër të operacionit antidrog Koordinata. Gjatë natës në fshatin rreth Libofsh u zbuluan 2 parcela ku kishin kultivuar bimë narkotike dhe u azgjesuan 284 bimë narkotike kanabis sativa. Policia arrestoi 2 shtetas. Sipas njoftimit të policisë, në kuadër të planit operacional Koordinata, si rezultati kontrolleve sistematike dhe atyre të bazuara te informacionet e siguruara në rrugë operative, shërbimet e komisariatit të policisë Fier goditën një tjetër rast të veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike. Në fshatin rreth Libofsh, në 2 parcela toke prom publike, ku ishin kultivuar 284 bimë narkotike kanabis sativa, u kapën shtetasit ASH 50 vjeç, banues në Tiranë dhe JB 28 vjeç, banues në fshatin rreth Libofsh, të cilët në përfundim të veprimeve procedurale u arrestuan për veprën penale kultivimi i bimëve narkotike kryer në bashkëpunim. Kontrollet policore vazhdojnë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprimet të mëtejshme.